Gjykata përsëriti kërkesën ndaj policisë për të njoftuar Mihal Deliogjin dhe Dritan Minzollin, të cilët kërkohen si dëshmitar, por ende nuk janë gjetur adresat e tyre. Po për herë të dytë ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu nën akuzë për shpërdorinë e tyre, bëri apel që të mos heshtet dhe që dëshmitarët të vinë në gjykatë e të flasin. I bëj thirrje që gjithë secili të vi edhe të vlerësoj dhe të mbajë qëndrimin për sa i përket punës që ka kryer Ministrinë e Mbrojtjes në drejtën e tyre, dhe të mos zgjedhin pozicionin e heshtjes, sepse do të ishte më mirë që me dëshmitë e tyre të hedhin sa më shumë dritë rreth kësaj të vërtete për të shmangur çdo lloj manipulimi që është bërë nga grupe dhe interesa të caktuara politike. Me një proces ku po ridëshmojnë të prekurit nga tragjedia e Gërdecit, të dënuar e të padënuar të tjerë, SPAK kërkoi të pyesë ish ministrin Mediu. Kjo kërkesë u vendos në agjendën e gjykatës për në datën 21 shkurt, atëherë kur do të mbahet seanca e radhës. Unë kam pritur mbi 16 vjet që të pyetem nga prokuroria. Prokuroria ka pasur gjithë mundësinë për të më thirrur dhe për të pyetur, asnjëherë nuk ka dënjuar të pyes, marr qëndrimin dhe mendimin tim në raport me këtë çështje. Gjykata e kërkoi policisë së shtetit të gjejë adresën për dëshmitaren tjetër Anjola Agolli, e cila duhet të rrëfehet në gjykatë si ish sekretare e ish-ministrit të drejtësisë Aldo Bumçi. Dëshmia e Agollit duhet të dritë mbi një faksimilje të asaj kohe, ku shkruhej për shkëlqenin. Ndërkohë gjatë seancës u bëhet ditur nga gjykata se përmes letërporosive të përcjella janë kërkuar dëshmit në SBA të përfaqësuesve të kompanisë SAK.